Vendimi i SBA-s për të pezulluar procedurën e vizave të emigrimit për 75 vende, mes të cilave dhe Shqipëria dhe Kosova, bazuar në kostot që i ka shkaktuar SBA-s secili komunitet lidhur me përkrahjen sociale, ka ngjallur një lumturi të pashpjegueshme tek udhëheqja e Partisë Demokratike të Sali Berishës. Gëzimi i opozitarëve tanë nuk ka lidhje me arsyet që e kanë çuar SBA-n tek ky vendim. Thellë, ata janë të gëzuar, apo më mirë të themi, do të donin që ashtu siç është shpallur non grata udhëheqësi i tyre, të shpallet i gjithë populli shqiptar që nuk i shkon atij nga pas. Është një hakmarrje që e ndrojnë, dhe ky lajm u vlen vetëm i shtrembëruar. I vlen ashtu siç nuk është, që të përfytyrojnë gjithë shqiptarët tek sporteli i ambasadës së SBA-s duke kërkuar vizë dhe duke u refuzuar, si Sali Berishës dhe familjes së tij. Ata i shikojnë këtë si një mallkim që i vjen kombit shqiptar, nga vuajtjet e Sali Berishës si non grata.